Me Shkodranin jemi njohur në një emision të vitit 3, në një xhirim realisht. Vetëm jemi pa nga larg, po... Dashuria shkim para? Jo, i bie në sy Shkodranit, kujtoj që kam pas një duet me kolegun Ardit Stafaj. Pastaj jemi njohur, si me thonë, nga larg. Shkodranin atë kohë ka jetuar në Gjermani, atje shkolluar, aty ka punuar. Dikunja 6 muaj kemi komunikuar si miq e shok, kemi folur për muzikë të ndryshme, për interesat të ndryshme. Momentin që ai pastaj... për dashnia? Fare për dashni. Momentin që ai ka shprehur pastaj atë, si me thënë... Atë shkëndia të por, atë shkëndia. Shkëndin e por, unë i kam thënë... Ti the po minera? Jo. A jo? I kam thënë që duhet vesh në Kosovë, ose në Maqedoni, të ulemi, të njihemi, të flasim. E ishte një koncert që u bë me orkestrën e Teatrit Operës Baletit nga Shkupi, në Pej, dhe kushërira e Shkodranit, Shpresa Gjombalaj, që është një zonjë që udhëheq në institucionet tona, për ndryshe familjar të Shkodranit janë doktor Ilir Tolaj, doktor Arbër Tolaj. Ata insistuan që Shkodrani tjetë pjesë e programit, pjesë e koncertit, dhe kjo u bë shkak. Mas 2 vite Shkodrani është kthyer nga Gjermania dhe unë kam qenë një thare ndërtimit të jetës në viset shqiptare. Për dallim nga shumë që kanë ikur në mërgim, natyrisht për shkak të arsyeve të ndryshme, rrethanave të ndryshme, ndoshta nëse i marrim statistikat është ndër të rrallët që Shkodrani pas një jetë, si me thënë, edhe një mirëqenie shumë të mirë, edhe gjithë familja e Shkodranit janë në Gjermani, kthehet, por gjithmonë mos harrojmë që Shkodrani vjen nga një familje me një baba të burgosur politik, rrjedh nga trungu i Sulejman Vokshit edhe Edmond Hoxhës, 2 heronjve të kombit. Do të thënë këtë pjesën e dashnisë për atë dhe edhe të këngës së pas të shqipe e ka në deje, nuk është diçka që... Po tash këtu e kthej konga, e kthej dashnia? Jo konga, e kthej dëshira. Unë kam përshtypjen që secili mërgjimtar don me u kthy në atë dhe. Sigurisht që po. Mungon një motiv i fortë dhe të gjithë ata që ne i kemi takuar, thonë, ne çdo ditë i themi vetës, kthehemi sot, kthehemi nesër, kthehemi sot, kthehemi nesër. Pra, ata jetojnë me ëndër për atë vej. Për me të plotësuar muhabetin tonë në këtë moment, krejt ata djemë të ri i morrin nuset, i çojnë në Gjermani, në Zvicër, Shkodranin e bjen nusja vetë të shtëpia këtu në Kosovë. Po, sigurisht, domethënë ka gjetë motivin fiks edhe kthy. Kurse çaj përket babait, mos më mbetem borxh, jove që është... S'tash kemë të diskutu për babait. Jove që është privilegj, është edhe përgjegjësi, por shpesh ma bëjnë pyetjen pse nuk e ke ndruar mbiemrin. Pra, në dokumentacionet e mia qëndron vetëm Besiana Mehmeti. Nuk qëndrojnë 2 mbiemrat, as nuk e kam ndëruar mbiemrin. Pse se ke ndru? Kam menduar që iki prej Qani Mehmetit. Ti ke mendu që ashtu? Unë atë ndjesi e kam pa. E heqim mbiemrin Mehmeti, hymë në borxh babait. Ja, ti na s'mundesh me i borxh, të lutem. Kështu që... Lutem, ai ka merita më të mëdha se mbiemri. Po më intereson diçka këtu me të pyet. E di si Moni, Besiana Mehmeti, me mbiemrin Mehmeti unë identifikohem si vajza Qani Mehmetit, edhe nëse nuk do të isha person publik. Pra, unë e kam një vëlla, është ekonomist me profesion, ka qenë përfaqësues i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar në Washington, aktualisht është në Parlament Evropian. Nuk është figurë publike sepse nuk ka dashur të ekspozohet në intervista dhe në jetën publike, por megjithatë nga mbiemri Mehmeti të gjithë e dinë që është djali i Qaniut.